Përshëndetje. Të lutem na bëj një panoramim të situatës se si është përfshirë Korça nga këto temperaturat të ndjeshme, të relativisht teje të ulta, por edhe si paraqitet situata në qarkullim apo edhe me energjinë elektrike. Atëre, përshëndetje, rreshtet e Borës prej orëve të para të mëngjesit janë ndërprerë, në qytet trashësia e Borës ka arritur deri në 10 dhe 15 cm, ndërkohë që në zonat rurale trashësia e Borës ka vajtur 50 deri në 60 cm. Por ndërprerja e rreshjeve të Borës është shoqëruar me ulje të temperaturave. Në zonat rurale të thella malore temperaturat kanë vajtur deri në -12°C, ndërkohë që në zonat urbane në -4°C. Ndërkohë që të gjitha akset nacionale, prej Qaftanës deri në Kapshticë, deri në Ersek, janë të gjitha të hapura, rrugët janë të zeza, por për shkak të temperaturave të ulta në disa segmente rrugore, në disa fragmente të këtyre akseve nacionale ka pranit akullit, prandaj është domosdoshme qarkullimi me goma dimërore. Ndërkohë, shumë zona rurale për shkak të trashësisë madhe të Borës, ato vijojnë të jenë të bllokuara si fshatrat në zonën e Mokrës, në Bithkuq, në Ersek, ka shumë fshatra të bllokuara. Ndërkohë, sipas dispečerisë të OSHE-s, janë mbi 1700 abonentë që janë mbetur pa energji elektrike prej ditës së djeshme. Këto kryesisht në fshatrat e Mokrës, në bashkinë e Maliqit, në bashkinë e Ersekës dhe në fshatrat e thellë të Korçës. Për shkak të erës së fortë, është bërë pamundur që grupet e OSHE-s të ndërhyjnë në këto momente. Megjithatë, po punohet për të risjellë sipas fidrave energjinë elektrike. Gjithashtu, vlen të përmendim se akset rrugore që lidhin Korçën me dy zona turistike, Voskopojën dhe Dardhën, janë të hapura. Por është e domosdoshme prania e zinxhirëve. Ndërkohë, policia e qarkullimit rrugor është në rrugë dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve që janë pa zinxhir dhe pa goma dimërore do të gjobiten. Kështu, ndërkohë nga ana e shtabit të emergjencave nuk raportohet që të ketë emergjenca shëndetësore, gjithashtu bëhet me dije që të gjithë drejtuesve të mjeteve ju bëhet thirrje që të mos kenë në këto zona malore, të mos kenë lëvizje të tyre nëse nuk është e domosdoshme kjo lëvizje. Kjo është një panorame përgjithshme për sa i përket qarkut të juglindjes.